Hamdi I takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet tona qofshin mbi vullën e pejgamberis Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Xhamati nderuam, sot në këtë hutbe do të ndalemi të themi 2-3 fjalë mbi liberalizimin të cilin perëndimi, bota perëndimore e parasheh për gruan, sepse sot bota perëndimore nëpërmes mediave të cilët kontrollohen nga strukturat jahudie e sulmojnë fenë islame, kinse feja islame nuk I jep drejta gruas, kinse feja islame e shtyp ka gruan dhe e çon trije ndërmjet 4 murneve, e mban nën presion dhe nuk I jep liri. E kush ja doj ka të mirën gruas, ja doj ka perëndimi, që doj ka t'jape liria saj, që t'boje çka doje. Dhe xhamati ndershëm një gjatë duhet ta kemi parasysh. Kur Allahu Gjeleshanuhu flet në Kur'an për gruan, Allahu Gjeleshanuhu e don më të mirën për gruan. Allahu Gjeleshanuhu ja don të mirën dhe ja don ta mbroje prej të keqes që mund t'i ndodhe. Pra çka na thot Allahu është mirë dhe është në dobin ton dhe I largohemi të keqes të cilën mund të na ndodhe si pasojë e mos shkumjes në rrugën e Allahut. Ama kur perëndimi mundohet ta largoje fen prej familjeve tona dhe mundohet ta mësoje gruan se çka është liria dhe liberalizimi, atëherë këtu nuk është qëllimi më për të mirën e gruas, por ata dëshirojnë që depërtojnë tek gruaja, që të manipulojnë me të si të duan, siç është duke ndodhur sot në botën perëndimore. Mediumet e jahudie, të cilët e udhëheqin mediat e Amerikës dhe të Evropës, ku të gjitha janë në udhëheqjen dhe direksionin e njerëzve jahudin, nxjerrin propaganda të ndryshme dhe thuan se ne duhet që t'i japim liri gruas. Gruaja duhet dale e lirë, gruaja duhet dale të punoje, gruaja mos rrie nën presionin e burrit, burri s'ka drejt ta kontrolloje, burri s'ka drejt t'i thote kur gjan, burri s'ka drejt ta çele gojën t'i kallzoje gruas çka të boje. Po, që këtë është e mësu perëndimi. Burri s'ka drejt të të fole kur gjan, a shefi ka drejt të të thote. Shefi ndash pse të urdhnon, vetë burri më të urdhnoje. Dynjaja krejt ndash pse të urdhnon, vetë burri jo të shtëpia s'ka drejt të të fole kur gjan. Që këtë është e badë, thot propagandë, bota perëndimore. Kjo ka na lirie e gruas. Kjo ka na të nxjerrët gruaja prej shtëpie, mos mirët me fëmijët e vet, dalet nga rende mbas dynjallëkit edhe ajo, se bollu lodhën burrët e nga rend mbas dynjas, tash edhe gratë nga rendi mbas dynjas, e shpin, kush do kujdeset për familjen, kush do kujdeset për evladin, kush do kujdeset për edukatën brenda shtëpie, ka kush kujdeset, telefoni. Kjo, edhe pse duket, kinse është për të mirën e gruas që dalet punoje, këtë propagandë për s'pari herë, në botë e lansun një familje të cilët kanë prejardhje jahudie, po nuk e kanë jahudizmin si fe, sepse kanë një fe më të keqe se jahudizmi, që është satanizmi. Dhe kjo familje që sot kontrollon shumë ekonomi botërore, familja Rockefeller, që sot kjo familje Amerikën e ka në dorën e vet, dhe gjithë shka që thot kjo familje bohën politikën e Amerikës. Kjo familje për s'pari herë e lanson idenë se gruaja nuk duhet rije në shtëpi, të mirët me fëmijët e vet, po gruaja duhet dalë dhe të punoje. Kjo familje për s'pari herë e përgatiti këtë propagandë dhe nxorr në mediat e veta të cilët I kontrollon në Amerikë dhe fillun që t'i japin kësi lloj të drejta gruas. A xhamat, që këto që sot I thon fesë islame prapambetet, e gruaja duhet jesë e lirë, që këto xhamat në luftën e ditë botërore,
Rusët në Gjermani me miliona gra kanë dhunu. Anglezët në Gjermani pas përfundimit luftës, pas vrasjes së Hitlerit, me miliona gra kanë dhunu. Njëjtë kanë bo edhe francezët. Të gjithë kur hynë Gjermani pas vrasjes së Hitlerit, me miliona gra i kanë dhunu. Para mendonja. Dhe kjo jo ma shumë se as 70 vjetë. Halani 100 vjetë si ka bo. E që këto neve sot mundohen të na mbajnë mësim, neve muslimanve, se çka është e drejta e gruas. Këto që dhunojnë gratë, sot e kësaj dite në luftën e Palestinës, çka të u bë, ushtarët Izrael duke dhunu vajzat dhe gratë muslimane, që këto dalin dhe të kallëzojnë se ne jemi demokrat, ne dojmë demokraci, ne dojmë lirin. Xhamat, nuk është poenta të liria, poenta është të kontrolla. Dhe kur e kanë pyet një antar të kësaj familjes Rockefeller, pse ju ka shumë i hipni propagandës së lirisë gruas, pse gruaja duhet dale prej shtëpie, çka është poenta? Dëgjonja mirë se për çfarë arsye, thot, ne kemi 2 arsye. E para, taksat marrim edhe prej grave. Se në një kohë kur kanë punu vetëm burrat, do thot vetëm prej rrogës së burrave kemi mund thot marrim taksa. E gjimse e popullatës nuk kemi mund t'ju marrim taksa, se këtë politika e jahudive dhe familjes Rockefeller është e parja. Sot e kësaj dite kjo familje në Amerikë e kontrollon rezervën federale. Rezerva federale, xhamat, në Amerikë është institucion i pavarur prej shtetit, a shteti i Amerikës merr parë borx prej rezervës federale e cila kontrollohet prej Rockefeller. Do thot, një familje e ka në pronë, a shteti i Amerikës merr borç te kjo familje, para mendonja. Shteti i Amerikës merr borç te familja Rockefeller, e cila e kontrollon në rezervën federale, a shteti i Amerikës nuk ka të drejtë ta prodhoje parën vet. E kush e prodhon parën në Amerikë? Që kjo familje. Dhe këta poentën e kishin si të bëjnë ma shumë pare. Dhe thanë, din nxjerrim edhe gratë punojnë të marrin rroga që të mundemi t'ju marrim taksën. Kjo është e para. E dyta, thot, pse kemi bë në thot që gratë dalin të punojnë? E kemi bë, thot, këtë propagandë për arsye që të dalin, thot, edhe buri edhe gruaja prej shtëpie. E fëmit nuk dëkese, thot, kush t'i edukoje, e fëmijë, thot, dë nisin t'i edukojmë, thot, ne, thot, na për shkollët që i kontrollojmë ne. Pra shkollët në Amerikë i kontrollon kë institucion. Dhe këta, do thot, u alajnë trunin fëmijëve na për shkolla. Prej në moshë të re, u amsojnë LGBT-in. Prej në moshë të re në Amerikë, hala klase e pare, dytë, u a thonë, qëfar gjini e dush mund bëhësh? As djallë, as vajzë, shka dush? Para dreke djallë, në bas dreke thuj vajzë, shka dush thuj? Me kësi propaganda valajnë trunin fëmijëve prej në shkollë fillore. Qka dush mund bësh? Mëse ndjo babën, mëse ndjo nanën, ndjoj arsimtarin. E me që këtë ideje xhamat, janë duke e lajt trunin e fëmijëve në perëndim. Kush në Evropë e di se çfarë sistemi të mësimit. Shko ti thuj se unë s'du fëmija jem ta mësoje që këtë. Të përzanë më njëherë prej vendit. Pse, ti prapambetët, ti nuk e dojke LGBT-in. Ti s'kane për këtu, hajt, shko ka vendet tuja gje. Këtu, vetëm qashtu, ne qka dujmë ju thonë fëmijëve. Në Amerikë, ata qka dujmë ju thonë. E kush i kontrollon këto shkolla? Që këto shkolla i kontrollon që kjo familje, Rockefeller. Dhe pse kanë bo këtë propagandë? Thot që të ngelin fëmijët pa edukat të mirëfillt. Mos jese, thot, prindi që të edukoje, pa i thot pastaj dhe duhet të aqoje në qerdhe. Dhe detyrohet kur të dalë edhe babat punoje, edhe nanat punoje, fëmija duhet shkoje në qerdhe. E kur shkoje në qerdhe, atëherë ma hupën edukata. E sot fatkeqësisht kemi nisë që një 3-4 vjetë e fundit edhe ne pak si na kam bet me rak se po jesim pa e mardën i se pi Evropës e pi Amerikës, qerdhe ti qojmë fëmijë sa ma shpejt. Po ne ta edukoj bëndana plak brem që ti të shpia, baba plak, jo, ta qojnë qerdhe pak në mësot me fëmijë, shumë mirë. Qka dë mësoj ati? Qka mësën aji ati? Qka duhet ty qerdhja? Neve na duhet familjet mirëfillte xhamat. Kjo ka qenë propaganda e kësaj familje sataniste, të cilët i bin sejdë shejtanit. Këta e kanë nxjerrë këtë propagandë që të bëjnë prishjen e familjeve.
Sa ato e dinë se nëse arrin të aprishin familjen, e prishin edhe shoqnin. Dhe nëse një shoqni, një shtet nuk ka familje të shëndosha, mund të bësh me atë shtet çka dush. Dhe këtë propagandë sot e kanë përhap në gjithë botën, xhamat. E sot prindi me fëmijën e vet nuk i bie 3 as 3-4 sahat bashk. Fëmia në çerdhe, baba në punë, kur do vinë ja 3-4 sahat, a do shifën, a nuk do shifën, fëmia në telefon, baba në telefon, nana në telefon, edhe që ato 3-4 sahat që rrinë bashk, nuk folin me njëri tjetrin. E masande, çka të ndodhe me këtë familje kur të rritën? Çka mendojnë një xhamat? A do kese dashnin këtë familje? A do kese respekt në këtë familje? Pse jënë bon këtë deregje familjet e tona sot? Sepse kemi marë sistemin perëndimor, satanist të edukimit fëmijëve. Ne e lam fen islame që ja afrojte familjen, e morëm teorinë dhe propagandën e Rockefeller, që ta bëjmë dhe thotë vetin pak modern. E që vetin modern, që kete bije baba me një qosh, nana me një qosh, fëmia me një qosh tjetër, ose no tjetër, edhe do vije kohas dhe njihen me një tjetrin. Sim perëndim. Baba duhet mot njëherë shkoje ta shohe fëmin, edhe atë boje termin, a bën të vija më zvi. Po, ta shohëm shket jaf jam plash në deti, mbas 2 jave kom një misafir, hajde mbas 3 jave. Qështu në Evropë. Shkojnë e merë një buket, njëherë mot nanën dome ka, nanën shtëpit pleqve, e dërshkoje për 8 mars me një lullë, au sa shumë e doj ka ki nanën. Ja pas ka qunë shpit pleqve, a gjeni tuf lullë plastikës. E që këse dashni e dënë të në mbjele përëndimi. Dashni artificiale. Pse? Se veti kemi largu xhamat fëmijët prej vetës. Vetja kemi lanë fëmijët na i edukoje që tërkushi, a nuk i edukojmë në vetë. Nuk gjejmë prind që bën muhabet me vladin e vetë. Ti fole çka është e mirë, çka e keqe. O e vlad, çket boje, çket mos e bën. Jo, se çelim gojën. Pse? Se ka kush e edukon. E nëse xhamat, baba e nana nuk mirën me fëmin, këto 2 persona, nëse nuk mirën me fëmin tjerë, kush janë këta 2 tjerë që të mirën me fëmin tëndë? Ose telefoni, ose rruga, që të dikajnë t'i edukojnë. Ama çka edukon rruga dhe çka edukon telefoni, ajo nuk bëhet më familje kur njëherë. Kështu që kujdes, cilën uth jemi të zgjedh. Duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm, se jo çdo send që vjen prej jashtë është në dobin tonë dhe të mirën tonë. Mos i prishim dhe shkatrojmë familjet me durët e tona, po të mundohemi t'i ruajmë familjet, t'i këshillojmë fëmijët, t'i mbajmë afër vetës dhe inshallah Teala na e bëjë të mundshme t'i edukojmë në principet dhe bazat siç na mëson Kurani dhe Suneti. Në këtë mënyrë do të kemi familje shëndosha. Përndryshe, nëse na jet merak stili perëndimor, kemi të përfundojmë kretna për shtëpit pleqve, ketve ka të dabon fëmijët djemt me fustana, e vajzët dhe dalin dhe thonë jemi djem e meshkuj, e në këtë mënyrë si sot që e shomë na për perëndim që ka të ubos, mirët vesh kush han kush pin, që ashtu ka të bohet edhe të ne, po Allahu na rujt, për deri sa kemi xhamia dhe ders dhe nasihate dhe Kuranin dhe Sunetin që i bëjmë pjesë të jetës tonë, inshallah Teala ajo kulturë s'ka të depërtojt e ne, por nëse ne lakmojmë ata shumë shpejt kanë depërtojnë edhe brenda familjeve tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.